Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Nancy Van Horn dhe jam e nderuar të filloj punë se e ngarkuar me punë në ambasadën e SBA-ve këtu në Tiranë. E ngarkuara e punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn shmangu me delikatesë shtrëngimin e duarve me zëvendës kryeministren shqiptare Belinda Balluku. Megjithatë, ajo qëndroi në krah të numrit 2 të qeverisë përgjatë të gjithë aktivitetit të drejtuar nga kryeministri Edi Rama me prezantimin e projektit të kompanisë amerikane CWP për park eolik në zonën e Tropojës. Është e kuptueshme që përfaqësuesja e Washingtonit të ishte e pranishme në një aktivitet ku prezantohen investime amerikane në Tiranë. Megjithatë, ajo duket se u vendos në kurth nga protokolli kryeministrit Rama, i cili kishte vendosur t'i ulte ngjitur Ballukun, për të cilën prokuroria e posaçme ka kërkuar arrestimin për afera të dyshuara në vlerë $100 milion. Nancy Van Horn përfaqëson vendin që ka punuar më shumë për ngritjen dhe veprimtarinë e prokurorisë së posaçme, SPAC. Megjithse në një rang më të ulët diplomatik se sa ai ambasadorit, zonja Van Horn është personi kryesor që përcjell mesazhet e administratës amerikane për Shqipërinë e specifikisht për sistemin e drejtësisë. Pak ditë më parë, Nancy Van Horn zhvilloi një takim formal me drejtuesin e ri të SPAC-ut, Klodian Braho, ku u përcoll sërish vendosmëria e Washingtonit zyrtar për të mbështetur gjykatën dhe prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Por vetëm pak ditë pasi përcolli këto mesazhe, Nancy Van Horn e pa veten në krah të njeriut më të akuzuar sot në Shqipëri për korrupsion madhor. Van Horn mbajti qëndrim të ftohtë gjatë takimit të zhvilluar këtë të hënë, 12 janar 2026, dhe nuk e ktheu thuajse asnjëherë vështrimin nga zonja që kishte në krahun e saj, Belinda Balluku. Megjithatë, kjo ftoftësi nuk duket se i prishi punë dekorit të përgatitur nga Edi Rama. Ai e dha mesazhin e tij se Belinda Balluku, pavarësisht akuzave të rënda që rëndojnë mbi të, është e denjë të qëndrojë në krah të përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara. Rama e dha mesazhin e tij, po Nancy Van Horn a e dha mesazhin e saj duke pranuar të qëndrojë në krah të zyrtares më të lartë shqiptare të akuzuar për korrupsion